Ekziston një legjendë japoneze që thotë, nëse humb autobusin, ndoshta ke shmangur një aksident. Nëse të refuzuan, ndoshta u shpëtove nga vendi i gabuar. Nëse ata u larguan, ndoshta i liruan vendin atij që po vjen. Universi të mbron në mënyra që në fillim duken si fat i keq. Puna që nuk e more, personi që u largua, plani që dështoi në sekondën e fundit, ti e quajte fatkeqësi. Ti pyete veten pse çdo gjë vazhdonte të shkonte keq për ty, por ndoshta asgjë nuk po shkonte keq. Ndoshta ishte një mbrojtje që nuk mund ta shihje ende. Kur fillon ta shohësh në këtë mënyrë, gjithçka ndryshon. Jo çdo gjë që ndihet si humbje është në të vërtetë një humbje. Ndonjëherë ajo që dhemb më shumë është ajo që po të shpëton në heshtje nga diçka më e keqe. Prandaj, besoje devijimit i imit. Gjëja për të cilën po mban zi mund të jetë ajo që të shpëtoj. Refuzimi mund të jetë riorientim. Fundi mund të jetë një fillim i maskuar. Thjesht nuk mund ta shohësh ende, por një ditë do ta shohësh. Reagimi filozofik, arti i ndryshimit perspektivës. Ky këndvështrim mbart një rezonancë të thellë me filozofinë stoike dhe konceptin e famshëm të Friedrich Nietzsche së amor fati, dashuria ndaj fatit tënd. Shpesh, vuajtja jon nuk buron nga vetë ngjarjet, por nga interpretimi që ne u bëjmë atyre. Mendja njerëzore ka një prirje natyrale për të kërkuar kontroll të plot mbi jetën. Kur planet tona dështojnë, ne e shohim këtë si një sulm personal nga fati. Megjithatë, ky mesazh na kujton se kufizimi i vizionit ton, ne shohim vetëm derën që mbyllet, por jo rrezikun që ndodhej pas saj ose rrugën e re që po hapet diku tjetër. Refuzimi si mbrojtje. Ndonjëherë, një jo nga jeta nuk është ndëshkim, por një devijim i domosdoshëm drejt diçkaje që përputhet më mirë me qenien ton. Kaosi i rregullt. Universi funksionon me një makrologjik që shpesh i kalon aftësitë tona mikroanalitike të momentit. Të pranosh se humbjet mund të jenë mbrojtje e padukshme kërkon një akt të madh besimi dhe përulësie intelektuale. Është një ftesë për të ndaluar luftën kundër rrjedhës së jetës dhe për të kuptuar se, ndonjëherë, thyerja e planeve tona është pikërisht ajo që na mban të plot.